Viti 2026 po thellon edhe më shumë zhvlerësimin e valutave të huaja përballë lekut kombëtar. Shkurti po regjistron vlera më të ulta të këmbimit për euron dhe dollarin. Sipas kursit mesatar të publikuar nga Banka e Shqipërisë, monedha evropiane e nisi javën duke u këmbyer me 96.45 lek ose 2.5% më pak se vjet në të njëjtën periudhë, ndërsa nëse e krahasojmë me vitin, Banka e Shqipërisë thotë se zhvlerësimi i monedhave të huaja ka ardhur prej fluksit të lartë të valutave që ka hyrë në vend prej turizmit, investimeve të huaja dhe remitancave, kurse ekspertët e lidhin edhe me paranë që vjen kryesisht nga burime informale. Humbësit më të mëdhenj të kurrit së erës dhe dollarit janë eksportuesit që i kanë shpenzimet në lek dhe të ardhurat në valutë, pasi ju zhvlerësohen kur bëjnë këmbimin. Po ashtu humbasin familjet që marrin remitanca që vijnë në valutë, por edhe buxheti i shtetit fiton më pak para nga importet, ndërsa efekte pozitive të këtij zhvlerësimi janë ndjerë kryesisht në uljen e borxhit të marrë në valutë, si dhe importuesit pasi blejnë në valutë dhe shesin në lek. Ndërkohë, gjithë ky zhvlerësim nuk reflektohet në treg me çmime më të lira për produktet dhe mallat që importojmë, duke qenë se importuesit po harxojnë më pak para për të sjellë marrë nga jashtë dhe çmimet për konsumatorët duhet të ishin më të ulta, por që nuk shikohet në asnjë reflektim. Rasti më i dukshëm është ai i karburantit që blihet në dollar, ku edhe pse kjo valutë është në zhvlerësim dyfishor, çmimi i naftës në treg mbetet i njëjtë me atë të vitit të kaluar.